Hoxh, mund të më thuash një lutje për familjen time të maruaj Allahu? Po patjetër. Një lutje të cilën profeti alayhis salam e bënte çdo mbrëmje dhe çdo mëngjes. E transmeton këtë lutje Ibn Umeri, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Prandaj unë e këshilloj çdo njërin, të këshilloj ty dhe çdo njërin që ta bëj këtë lutje, çdo mbrëmje dhe çdo mëngjes. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Pra këtë lutje, dhe këtu e ke edhe përkthimin. Unë e këshilloj çdo njërin që ta bëj çdo mbrëmje dhe çdo mëngjes. Allahu ju ruajt. Amin.